për të prerë biletën dhe për të parë filmin. Por çfarë ndodhi me Roza Lati? Nuk e zgjata fare, thash para se të shkruajnë portalet, po e pyes vetë. Dhe shkruajta një mesazh që e shikoni këtu. Dhe pyetja është e thjeshtë fare. Roza, çfarë ndodhi? Pse nuk ishe tek premiera e filmit të Rikes, ADN dhe të Eriola Doçit? Përgjigja e Rozës erdhi menjëherë. Ju e lexoni këtu dhe e bëni zoom ndërkohë, po mos e bëni zoom, se unë do ta lexoj me z dhe do jetë shumë e thjeshtë. Përgjigja e Roza Latit ishte: jo shpirt, asgjë. Po këtë shpirt ma thot mua, nuk ja thot Rikes. Kujdes. Kam qenë me xhirime dje me mamin. Me qëra fjala, ajo ka mamin e famshmen Rita Lati që e dua shumë dhe e puth nga larg. Në Tiranë jemi, po në këtë rast nga YouTube. Jo shpirt, më thot mua Roza Lati, e kujtoj dhe njëherë. Shpirt më thot mua, jo Rikes. Asgjë. Kam qenë në xhirime dje me mamin. E tani në këto momente që po të shkruaj, janë të me kap artistja se po lyhem për xhirimin e radhës, prap me mamin. Eriola ma qoj ftesën, ja bëra share në story Instagram, duke i bërë tag bashkë me Julin dhe Riken. Por kam qenë me xhirime. Më vjen keq që s'munda të isha dot, sepse kam dëgjuar shumë feedback të mira nga miq të përbashkët dhe jam e lumtur për to. Shiko. Eriola ma qoj ftesën. Pra ftesën e ka marrë Roza Lati nga Eriola Doçi dhe jo nga Rikja. Ky mesazhi i Rozës nuk thot, por dhe thot shumë gjëra. Kështu që t'ja lëm kohës për të marrë vesh të vërtetën. Për momentin mua më duket sikur situata e tyre është friz apo e ngrirë.